Shikues nderuar, ju përshëndesim, rikthyer sërish në TikTok-u do ndalemi ditën e sotme tek zhvillimet e fundit në Kosovë, ku vetë kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do të detyrohet të mbajë zgjedhje të njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk do të arrijnë pajtueshmëri për zgjedhjen e presidentit të vendit, kur kanë mbetur më pak se një javë nga mbarimi i afatit kushtetues për këtë çështje. Dhe pikërisht për diskutuar mbi këto zhvillime ditën e sotme, kam të ftuar zotin Korab Blaga. Ju përshëndes, kënaqësi. Përshëndetje, kënaqësia ime. Atëherë Korab, për ta nisur këtë temë sa i përket edhe zgjedhjes së presidentit në Kosovë, e cila tashmë po kthehet në një krizë, sa i mundshëm është realisht skenari i zgjedhjeve të përsëritura në Kosovë, dhe nga ana tjetër, a tregon kjo krizë ndoshta një dështim të gjithë sistemit politik apo është vetëm një mungesë vullneti nga ana e partive opozitare? Mendoj se janë të dyja. Në një është mungesa vullnetit të kësaj klase të degeneruar politike që është shfaqur në postë drejtuese në Kosovë. Dhe në dy është edhe sistemi i cili tashmë është në fazën e fundit të degenerimit të tij dhe nuk ka se si të sillet ndryshe një sistem dhe nuk kanë sjellje tjetër njerëz me këto nivele, qoftë intelegjence, qoftë në kuptimin që e kemi thënë disa herë dhe po detyrohem ta përsërisim, që më shumë i shërbejnë të tjerëve se sa vetë Kosovës dhe interesit shqiptarëve, janë klasë politike që rekrutohet, qoftë nga OJC-t, që është ai ndikimi i butë i shumë shërbimeve të huaja, qoftë nga biznese të lidhura po ashtu me fuqi jashtë Kosovës dhe të tjera, dhe vendimarrja kryhet në zyra private ose në zyra të tjera dhe pastaj në parlament është vetëm kjo shfaqje. Në qoftë se i referohem mungesës së vullnetit, ka studime serioze që thonë që mungesa e vullnetit politik të një personi ose të disa personave konsiderohet edhe smundje mendore. Ndërka që njerëz me smundje mendore janë të sankcionuar me ligj që të mos futen, domethënë të mos ngrihen në poste publike. Pra, unë i konsideroj të dyja, edhe mungesë e vullnetit, edhe problemi dhe sistemi që e ka Kosova. Nga ana tjetër, Korab, pse Lumir Abdixhiku dhe Bedri Hamza refuzuan ofertët e dhënë nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti? Sepse ata janë vetëm zëdhënës, janë kryetar marioneta, vendimet i merr dikush tjetër për ta, edhe ata vetëm dalin dhe i zbatojnë ato. Nuk ka shpjegues të tjetër. Partia Demokratike e Kosovës është një parti vështirë qeverishme prej zotit Hamza. Unë gjykoj që një pjesë e vendimarrjes së saj është vendimarrja atyre ish komandantëve që u katapultuan në sistemin politik, dhe është vështirë të qeverisësh me një parti e cila është formuar dhe ka këto interese nga këta njerëz të fuqishëm. Ndërsa në anën tjetër, zoti Abdixhiku, që po ashtu është një skandal vetë prezenca e tij në krye të Lidhjes Demokratike të Kosovës, tek partia që e ka mbajtur për një kohë të gjatë lëvizjen kombëtare në Kosovë dhe ka artikuluar rrugën dalëse drejt lirisë dhe pavarësisë, domethënë të bie në duart e një personi të tillë që është nxjerrë në skemë nga shoqëria civile dhe ai mban domethënë qëndrime që prekin territorin e Kosovës. Domethënë shkon deri në atë nivel sa që e ka të cënueshme territorin e Republikës. Pra po flasim për një klasë politike e cila është totalisht e degeneruar, janë marioneta të dikujt tjetër dhe fatkeqësisht po përballemi domethënë me ta. Korab, a ka ende hapësirë reale për një marrëveshje apo tashmë situata është mbyllur dhe do të kemi përpara zgjedhje të reja, dhe nga ana tjetër sa reale është edhe paralajmërimi se i përket humbjes prej 10 milion eurosh nga zgjedhjet? Unë mendoj që vendi do të shkojë në zgjedhje, por tashmë kjo është faza e delegitimimit të institucioneve nga vetë drejtuesit të tyre. Armiku ka arritur me sukses të plotë të delegitimojë institucionet tona përmes kësaj klase politike
që nuk përfaqëson asgjë vetëm se është klasë mediokre. Dhe kjo është faza kur më njerëzit nuk besojnë as në zgjedhje, as në proceset demokratike, nuk i besojnë madje as vetë demokracisë. Çfarë kuptimi ka të shkohet në zgjedhje të cilat nuk prodhojnë asnjë zgjidhje për Kosovën, vetëm që të harxhohen miliona të buxhetit dhe të përfshihet edhe popullata në skandalet e këtyre njerëzve të marrë. Më thënë, unë nuk shoh ndonjë zgjidhje të mirë edhe në qoftë se zgjedhet presidenti, dhe ky është ai problemi kryesor. Ndërsa sa i përket asaj se a mund të kemi zgjidhje, po këto gjithmonë ka zgjidhje në momente delikate, mirë po nuk vjen nga rotacioni mes njerëzve të njëjtë, nuk vjen nga ndrimi i pushtetit të një parti në partinë tjetër kur mendësia është e njëjtë dhe kur idetë janë të njëjta, dhe nuk vjen sidomos për shkak të konceptimit të komplet shtetit si organizat për të cilës duhet të përfitohet ekonomikisht. Prandaj, domethënë, është i konceptuar ky shtet dhe të gjitha organizatat e saj si vende pune, dhe ne kemi ndërtuar një shtet ku gara është për vende pune e jo për ide dhe të tjera. Prandaj kemi degenerimi shkon deri në atë mos sa ai që do të bëhet në asamblet komunale, në pushtetin lokal, ju kërkon popullit një votë sepse dua të kemi një vend pune. E tillë është ngjarja edhe në parlament, domethënë kam nevojë njerëz për vende pune dhe konkurrojnë që të bëhen deputet, larg të qenë tribun, larg të prezantuarit të ideve, larg nga betejat për të drejtat e popullit, larg nga idetë që kombi shqiptar ka nevojë të shtrojë, dhe tashmë parlamenti nga një institucion republikan është kthyer në një cirk ku defilojnë njerëzit më të madh që ka Kosova. I keni parë diskutimet e javës të fundit, të gjitha diskutimet skandaloze, por të gjitha të vërteta. Ata që i thonë për opozitën që janë të lidhur me oligark dhe me firma të dyshimta, të gjitha janë të vërteta. Edhe kundërshtimet e opozitës për lidhjen e pushtetit, një segmentit pushtetit aktual, po ashtu me firma të dyshimta që nuk i zbatojnë mirë ligjet dhe abuzojnë me tender me para publike, po ashtu është të vërtet. Domethënë publiku i Kosovës ndjek polemikën mes njerëzve që i shkaktojnë dëm vendit, pa marrë parasysh se në cilën grupacion politik ekzistojnë. Pra jemi në shkallën e fundit degenerimit dhe nuk shoh që mund të zgjidhet përmes këtyre njerëzve, por ka një zgjidhje tjetër që don pak kohë, por mendoj që po krijohen kushtet dhe po ndihmohet vetë budallakia e këtyre personave, po shërben si katalizator për disa ndryshime që të duhet të ndodhin patjetër. Mirë, kërap nga ana tjetër, në një kohë kur e gjithë shoqëria shqiptare tashmë përballet me sfida të thella identitare, institucionale dhe morale, unë do të ndalesha tek vepra juaj, pra Shqiptari përballë rënimit, e cila vjen si një thirrje e fuqishme për reflektim dhe zim kombëtar nga ana tjetër, dhe ky libër nuk është thjesht një analizë politike apo një kritike të tranzicionit, por nga ana tjetër një manifestim intelektual që depërton në thelbin e krizës shqiptare, duke trajtuar atë si një fenomen të strukturuar dhe jo të rastësishëm. Kora fillimisht uroj suksese dhe nga ana tjetër, çfarë përmban, cili është objektivi i gjithë këtij libri? Libri është një zë i cili nuk është konformist me të keqen. Është një zë që i fton shqiptarët të bëjnë një rentgen të gjendjes aktuale, u asarën me fjalët e popullit, të vërtetat që ekzistojnë, të vërtetat që tashmë të gjithë i dinë. Është vetëm ndoshta një guxim intelektual që ato që populli i di t'i themi për ta, qoftë publikisht përmes videove, nëpër mjetet e informimit, qoftë edhe përmes librit. Nuk janë gjëra, nuk janë shpike, nuk ka fjalë të cilat si themi janë shpike moderne ose diçka, po janë fjalët dhe ajo ura lidhse mes atij projekti që shqiptarët e ndalën në gjysmë, projekti i bashkimit kombëtar, dhe devijimi, domethënë, për të marrë, për të garuar pas pasurimit të paligjshëm përmes veprimtarive të cilat në fakt të gjitha veprimtaritë që i bën shqiptarët
shkojnë në dëm të interesit kombëtar, për aq kohë sa ata nuk punojnë drejt bashkimit të tyre në një shtet siç e kanë të gjitha kombët e qytetëruara. Prandaj domethënë lindi nevoja për një libër të tillë që vjen në një kohë kur shoqëria shqiptare është vërtet buzë kolapsit. Ne kemi pasur një klasë politike aq antikombëtare sa kanë qenë në gjendje ta trajtojnë luftën e shqiptarëve për liri, e kanë trajtuar gjakun e vëllezërve të tyre, i kanë prekur territorët e Kosovës për hir të qëndrimit të tyre në postet politike ku ishin, kojnë deri aty sa e dërgojnë vendin mëm të bëhet problematik për sigurinë kombëtare të Kosovës, bie Tirana zyrtare në një pushtet antikombëtar dhe hapur, domethënë cënon sigurinë e Kosovës, mendësia, mentaliteti, puna, veprimtaria e kryeministrit aktual të Shqipërisë. Kemi një tradhtim dhe një degenerim të gjakut të derdhur të shqiptarëve në luftën e Maqedonisë. Politikanë të pandërgjeshëm dhe lider mediokër e derdhen gjakun e djemve më të mirë në ushtrinë çlirimtare kombëtare për të fituar disa të drejta, të cilat përsëri janë në dorën e maqedonëve, se kur duan ata i japin dhe kur duan i ndalin. Dhe tani 24 vite pas luftës së 2001-shit, detyrohen studentët shqiptarë të dalin përsëri në protesta për gjuhën shqipe. Të gjitha ato kombit shqiptarë i kanë ndodhur për shkak të elitës që u vetë projektua si elitë kombëtare, ndërsa në fakt u shërbeu më tepër të huajve dhe armiqve të kombit shqiptar se sa neve, dhe ne jemi buzë një kolapsi ku nuk flitet për integrimin shqiptar, nuk flitet për punët e përbashkëta dhe detyrat objektiva dhe misionin historik që e ka populli jonë dhe kombi jonë, por jemi të hutuar dhe po hutemi në ciklin e krizës gjeopolitike dhe të pasigurisë së kontinentit si një komb më së paku i armatosur, më i përqarë dhe me një vendimarrje e cila në aspektin shkencor konsiderohet vendimarrje e stilit ose e modelit të gjashtë të luftës, ku armiqt nuk pretendojnë pushtim territorial, vrasje, pastrime etnike, sepse këto kanë koste të mëdha edhe për ta, por marrin pushtetin, instalojnë pushtet dhe ky pushtet u shërben me vendimarrje atyre. Kemi veprime nga më të çuditshmet, nga më të rrezikshmet, më thonë prej atyre që duan të falin krimet Serbisë, 4 gjenocidet që i ka bërë ndaj popullit shqiptar, duan të falin masakrat që i bëri Serbia, i relativizojnë krimet që i bëri Serbia dhe i bën armiqtë tjerë bashkë me Serbinë ndaj shqiptarëve. Shkuan deri në atë nivel që ata propozuan publikisht tavolinë suedeze që tu hapim serbëve gjithçka që ata kërkojnë, thua që ne jemi fajtor për 150 vitet e fundit dhe domethënë ish kaktuan populli shqiptar edhe atë tragjedinë që nuk arriti armiku t'ia shkaktonte, që në vitin 48 në Kosovë ishin përafërsisht 450.000 banorë, ndërsa në Republikën e Shqipërisë, në atë Shqipërinë e pas luftës dytë botërore, më pak se 1 milion banorë, dhe deri në vitin 81 Kosova u bën me 1.1 milion banorë, domethënë banorë shqiptarë, dhe Shqipëria e mbriu numrin prej rreth 4 milionëve. Dhe këta e morën Shqipërinë, i morën dy vendet tona me një popullat prej 6 milion banorësh dhe e kthyen në 2 shtete që nuk janë më shumë se 3 milion brenda këtu, dhe ja shkaktuan atë tragjedinë më të madhe të cilën armiku me projekte dhe me elaborate, me ushtri, me akademi, me kishat e tyre, duke i ndihmuar edhe superfuqia e këtyre shekujve, Rusia nuk arritën t'ia bëjnë popullit shqiptar këtë, pra u arrit përmes si themi, përmes bijve tanë, përmes politikanëve tanë mediokër. Për këtë arsye unë shkrova fjalët të cilat populli i di dhe ua bëra një rentgen në shkrim me shkronja të qarta në një vepër që është konfrontuese,
një vepër që nuk ka kompromis, që nuk i intereson se kush është fajtori, por e fut në studim pikërisht fajtorin dhe sulmon të gjitha institucionet të cilat nuk janë më institucione republikane, por janë institucione, domethënë, ku këta e mbajnë popullin tonë në pazhvillim. Ndërkohë që të gjithë të tjerët ecin në rrugën e shtetërimit të zhvillimit, ndërtojnë struktura të sigurisë të qëndrueshme, ndërsa ne kemi dy shtete të cilat në momentin e parë të krizës do të dridhen këmbët. Korab, në vizionin tuaj, historia nuk shpëtohet nga shumica, por nga një pakicë e vetëdijshme. Pra, ku i shihni sot këta pak të zgjedhur? A janë këta në institucione, në diaspora, apo si zëra të izoluar që ende nuk janë bashkuar? Dhe nga ana tjetër, a mendoni se vërtet ky libër mund të shërbejë si një shkëndijë zjarri ose zgjimi për shoqërinë shqiptare, apo jemi ende në atë fazën të thellë të gjumit, do ta quaja shoqëror, por edhe politik nga ana tjetër? Elita patriotike e kombit shqiptar është e anashkaluar nga vendimarrja, është e anatemuar, është sulmuar, është detyruar të punojë punë fizike, nuk është lënë as në drejtimet, as në media ku krijohet opinioni publik, as tek literatura që e mbështesin dy shtetet tona, ministritë tona, financojnë libra të mediokërve, ndërkohë që mendimet e patriotëve dhe atyre që japin zgjidhje të duhura nuk ndihmohen. Zëri i elitës kombëtare është i heshtur, një pjesë e tyre janë lodhur, një pjesë e tyre janë kërcënuar dhe një pjesë e tyre, domethënë, kanë zgjedhur të presin, si themi, një hap të dikujt që është i vërtet për të bashkangjitur, sepse ata e dinë ata e ndjejnë dhe e dinë përgjegjësinë dhe e dinë në cilat rreshta duhet të jenë. Zakonisht janë të mërguar, janë jashtë vendimarrjes, nuk janë në gjykata, nuk janë në institucionet e policisë, nuk janë në postë drejtuese të ushtrisë, nuk janë në shërbimet inteligjente të dy shteteve tona, shërbime të cilat nganjëherë ngjajnë sikur janë jo për detyrat e vërteta që i kanë, por më tepër për të rehatuar, për t'i futur në punë eksponent dhe bashkëpartijak ose njerëz që kanë nevojë për vende pune. Patriotët nuk janë në të konceptet që e ushtrojnë ose e rregullojnë konceptin e ushtrisë. Ne kemi rrëshqitur në konceptin e mercenarizmit, duke ndërtuar ushtri gjoja profesionale, dhe ne kemi ndërtuar ushtri tona, koncepti jonë ushtarak është ushtri e cila paguhet me para, dhe askush nuk e jep jetën për para kur vije koha, prandaj domethënë u është lënë siguria këtij koncepti që i bëri të gjitha institucionet garë për vende pune. Për këtë arsye zëri intelektualëve nuk shihet, nuk është në skenë, por ata nuk do të thotë që nuk ekzistojnë. Ndërsa a mund të shërbejë ky libër si shkëndijë, unë dëshiroj që ky libër të lexohet, sepse është i pa kompromis me të korruptuarit, me tradhtarët, me kolonën e 5, me gazetarinë e shitur, me OEQ të flisura, që më shumë janë organizata dhe veprimtari të shërbimit huaja, e sidomos armiqësore, me fetarë të cilët e keqpërdorin institucionet fetare për të bërë përçarje me shqiptarëve, me një rrymë e cila tenton që ta ndajë muslimanin shqiptar nga dashuria dhe nga si themi nga patriotizmi, don ta përçajë binomin feja dhe që ka qenë binom tradicional i shqiptarëve shumë i rëndësishëm. Kemi kishën ortodokse serbe që është organizat e sigurimit të Serbisë, shtetit sigurisë dhe është zyrë e inteligjencës së Serbisë brenda Kosovës. Kemi kishën katolike e cila fatkeqësisht gjithmonë udhëhiqet nga të huaj dhe kur nuk e pati një lider shqiptar për ta udhëhequr këtë kishë katolike. Përsëri në Kosovë drejtuesin kryesor të saj e kemi dikën nga Malta dhe këta domethënë nxisin përçarje, urrëtie dhe i përdorin institucionet fetare për ta zhbërë dhe për ta goditur bashkimin kombëtar të shqiptarëve, qoftë edhe bashkimin shpirtëror. Pra duhet të shërbejë ky libër, sepse ky libër tregon edhe për parlamentin që është cirk i mediokritetit,
që është vatër antikombëtare nga ku kanë buruar të gjitha teksia, qoftë për Shqipërinë, qoftë për Kosovën. Një burr shtetas i vërtet nuk mund të dalë kur nga zyrët e këtyre parlamenteve. Aty ka vend vetëm për pionët, ka vend për të degeneruarit, ka vend për hajnat, ka vend për secilin, por jo për personalitetet që kanë virtyt dhe që kanë boshtin, që kanë për bosht të tyre institucionin e sakrificës dhe shërbimit të shajt ndaj atdheut. Politika është shërbimi i shajt ndaj atdheut dhe vetëm duke rikthyer virtytin bashkë me vendimarrje ne mund të vendosim një pyk mes aleancës të cilën e cila po vazhdon në këtë troje dhe ajo aleancë është aleanca e pushtetit me ignorancën, me paditurinë dhe me punën e këqija. Pra unë dua që ky libër të shërbej si një fjalë që këtë aleancë që sulmon këtë aleancë për të hapur rrugë të diturve, dashamirëve të kombit dhe njerëzve që e duan vendin, që konsiderojnë detyrën e pakryer të bashkimit si detyrën kryesore të tyre, që janë të aftë t'i krijojnë gjysheve tona që e ruajtën kombin me lindshmëri të tyre të mëdha dhe i ruajtën këto territore duke i furnizuar me fëmijë kaq shumë, domethënë t'u japim atyre të paktën spitale moderne ku mund të vdesin dhe dua që të filloj një zgjim kombëtar që tenton t'i bashkojë shqiptarët në botën perëndimore, sepse asgjë nuk u mungon shqiptarëve për ka resurset ekonomike për ta ndërtuar jetën e tyre në atë. Nuk kemi pse e lëm shqiptarët të jenë në kuptimin e gjuhës kosovare popullore rrogtar të botës perëndimore, domethënë se asnjë dallim tashmë nuk është nga tregimi i Asat Mikulit për shqiptarët që punonin në Beograd në vitet 40 ose 30. I njëjti trajtim u ndodh shqiptarëve në botën perëndimore, janë domethënë thjesht shërbëtor të firmave ose të koncerneve që janë në duart e huaja, ndërkohë që pasuritë kombëtare i shpërdoron politika pa ndërgjegjshme dhe shkojnë deri aty sa tallen me gjithçka të shajt, e kanë të cënueshëm edhe territorin, i shesin pasuritë kombëtare, u japin të tjerëve burimet energjetike, u japin të tjerëve portët, u japin të tjerëve ishujt e vendit, u japin të tjerëve supremaci detare, diskutojnë për marrëveshje për zgjerrime territoriale të Greqisë në det, diskutojnë për zgjerim territorial të Serbisë në Kosovë. Pra është një tradhti e hapur e kësaj klase politike dhe ky libër është pikërisht antidoti dhe shkëndija dhe nuk është diçka tjetër por vetë një vazhdim i atyre fjalëve të cilat porositën rilindasit tanë të ndershëm dhe e vazhduan mësuesit tanë besnik, domethënë që nuk arritën ndoshta ta realizojnë konceptin maksimalist, por na mësuan ta duam atdheun dhe të mos jemi domethënë nga ata që përkulemi ani pse e keqja tashmë është në nivelet strukturor brenda shoqërisë tonë. Ne kemi prokurorë që vjedhin, kemi gjykatës që nuk shpërndajnë drejtësi, kemi ministra që hipin në pushtet për të pasuruar dhe kjo tashmë po reflektohet në të gjithë kulturën popullore dhe shkatrimi i vlerave morale të popullit tonë e dërgon kombin buzë rrënimit dhe në qoftë se nuk dalin zëra dhe libra sikur ky që e kanë nxjerrë unë shqiptarët më të vërtet mund të penalizohen keq, e sidomos në aspektin e territoreve të tyre ku ne kemi një Serbi që vazhdimisht armatoset, kemi një Greqi që ruan ligjin e luftës me Shqipërinë, kemi një Maqedoni që punon, angazhohet, strukturohet, forcohet për t'i vrarë përsëri shqiptarët dhe ne dojmë se hire shikojmë mentalitetin, shikojmë debatin mes ignorantëve, sharjet të tyre në parlament dhe i shohim veprimtarinë e tyre antikombëtare. Ka dëpërtuar agjentura huaj në të gjitha mediat tona, ka dëpërtuar në literaturën tonë. Kemi një shkollë tashmë që nuk është e frymës kombëtare, një shkollë që i ka prekur të gjithë heronjt,
i ka relativizuar bashkëpunëtorët e Armikut. Më shumë kemi shërtorë të huaj edhe në media tona sesa që kemi zë patriotik, dhe ky është libër i cili populli shqiptar duhet të shërbejë si shkëndi për ta rigjetur vetëm, për ta kuptuar misionin e tij historik dhe për ta vazhduar projektin e çlirimit të trojeve tjera dhe bashkimin e tyre në një shtet kombëtar, se vetëm në një shtet të bashkuar kombëtar mund ta ruajnë shqiptarët jetën e tyre dhe u garanton armëri brezave në shekullin që po vijnë. Mirë, Kora, unë të uroj shumë suksese dhe shpresoj që vërtet kemi një reflektim për edhe një zgjim kombëtar. Faleminderit shumë për gjitha informacionet. Ishte kënaqësi. Faleminderit shumë dhe ju. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të kësaj pjese të parë, do të kalojmë pas pak në pjesën e dytë për të ndalur sërish tek zgjedhja e presidentit të Kosovës. Mirë, shikues nderuar, jemi rikthyer tashmë në pjesën e dytë ku do ndalemi sërish tek kriza politike në Kosovë, ashtu si e thash edhe në fillim, ku kryeministri Albin Kurti ka paralajmëruar se Kosova do detyrohet të mbajë zgjedhjet njëpasnjëshme parlamentare nëse partitë nuk do të arrijnë një pajtueshmëri për zgjedhjen e presidentit të vendit, ku kanë mbetur më pak se një javë nga mbarimi i afatit kushtetues për këtë çështje. Dhe në këtë pjesë të dytë kam të ftuar analistin Visar Dilit. Përshëndes, kënaqësi. Nësi është ime, faleminderit për ftesën. Atëherë, Visar, se i përket kësaj krizës që tashmë është krijuar në Kosovë për zgjedhjen e presidentit të Kosovës, ku edhe partitë opozitare nuk kanë pranuar kushtet e vendosura apo propozimet e vendosura nga kryeministri i Kosovës Albin Kurti, fillimisht çfarë po ndodh dhe sa i mundshëm është skenari i zgjedhjeve të përsëritura në Kosovë? Që nuk ndodh diçka e pazakontë dhe befasuese, ndoshta ndonjë lëvizje minutave të fundit nga zoti Kurti duke vendosur themi ndonjë kandidat konsensual që vjen nga shoqëria civile, po besoj që 80% janë gjasa që vendi të shkojë përsëri në zgjedhje, çka nuk është as pak e shëndetshme as për demokracinë, po as për ekonominë e Republikës së Kosovës, pasi që vitin e kaluar i kishim 3 palë zgjedhje, të cilat i kaluam, 2 palë ishin zgjedhje qendrore dhe 1 palë ishin ato zgjedhjet lokale, shto dhe balotazhin këtu në disa komuna. Jemi duke tentu të kalojmë Bullgarinë sa i përket numrit zgjedhjeve brenda një afati të shkurt kohor. Bullgaria njihet që brenda 5 viteve kishte 8 palë zgjedhje, kurse ne nëse mbahen jemi bindur që pas këtyre zgjedhjeve të cilat do të mbahen do të kemi edhe një palë tjera, sepse nuk do të kemi konsensus politik, atëherë do të kemi 5 palë zgjedhje brenda një afati shumë të shkurt një vjeçar. Këto nuk janë as pak, kjo përgjithsisht nuk është as pak një situatë normale, kisha me thënë Griselda. Në një shtet normal, kjo situatë mund të quhet abnormale dhe përpjekjet duhet të jenë maksimale por ta tejkalu këtë situatë. Unë po uroj dhe po shpresoj që liderët politik t'i provojnë edhe këto zgjedhje, të tentojnë që ta zvoglojnë numrin e përqindjes të lëvizjes vetëvendosje dhe Albin Kurtit dhe pastaj të tentojnë një farë forme të gjejnë një gjuhë të përbashkët dhe të formojnë institucionet e vendit. Vendi i jonë ka një qeveri legjitime e cila boron nga vota popullore me 51%, prandaj nuk është e udhës që edhe në këtë situatë vendi të shkojë në zgjedhje, sepse nuk kemi një dakordsi për një emër, themi për një president që i dim kompetencat e presidentit që janë në Republikën e Kosovës. Por Visar, pse është kaq e vështirë arritja e 80 deputetëve për zgjedhjen e presidentit dhe nga ana tjetër, a tregon kjo një krizë dështimi të sistemit politik apo nga ana tjetër kemi një mungesë vullneti nga partitë opozitare? Problemi qëndron tek deputetët e Republikës Kosovës më shumë se sa tek liderët partijak. Ne në Republikën e Kosovës votojmë për zgjedhjen e parlamentit dhe as qeverisë, po as presidentit. Parlamenti është ai institucioni më i lartë shtetëror në Republikën e Kosovës. Parlamenti duhet të jetë konsistent në vendimet dhe veprimet e tyre dhe në një farë forme të zgjedhin edhe
presidentin e këtë stat përveç miratimit të ligjeve të tjera. Unë i shoh fajtor deputetët e Republikës Kosovës të cilët në vend se të punojnë maksimalisht për të tejkalu këtë stat, ata vazhdojnë të thellojnë krizën, e pam edhe para 2 ditëve tashmë deklaratën e deputetit Geci, që ishte një deklaratë skandaloze, por që nuk u përmbyll aty, ai vazhdoi edhe dje me gjuhë fyse dhe urrejtëse ndaj një deputetje tjetër grua. Duke por këtu kontribute të deputetëve në themi përshkallëzimin e statës dhe polarizimin më të thellë të statës, atëherë unë e kuptoj që për të qenë deputet në Republikën e Kosovës minimalisht dhe maksimalisht nuk të duhet formim intelektual për të befasu dikën themi nga qoftë kryetari i partisë, strukturat e tjera, por duhet të jetë gara më e ashpër se kush është në servilëse tjetri, dhe cilin nga ta mundet edhe një farforme në bazë të servilitetit të tyre të fitojnë ulsen e deputetit edhe pastaj të votohet vetëm atë cila propozohet nga kryetari i partisë dhe strukturat e partisë. Prandaj këtu është problemi, thelbi i problemit qëndron tek 100 deputetët shqiptar të cilët janë në Parlamentin e Republikës së Kosovës. Visar, nga ana tjetër, pse Lumir Abdigjiku dhe Bedri Hamza refuzuan ofertat e kryeministrit të Kosovës Albin Kurti? Pra çfarë përmbajnë? Ato janë sipas mendimit tim dhe analizës time, refuzimet e tyre nuk kanë bëjnë as pak me ndonjë pikë konstruktive ose mos e themi që nuk janë pranuar për shkak të dallimit ideologjik e partijak ose mos bashkëpuni ose mos arritjes një konsensusi ose marrëveshje politike por një bashkëqeverisje. Këtu kundërshtime kanë ardhur kryekëput nga inati politik dhe tentimi të vendoset vetëvendosja si fajtoria bazë për blokadën e institucioneve ose për shkuarin në zgjedhje, atë të cilën lëvizja vetëvendosje bëri shumë mirë vitin e kaluar duke i vendos partitë opozitare si fajtore kyçe. Partitë opozitare dëshirojnë ta bëjnë në raport me zotin Kurti. Mirë po, duke mos të qenë të gatshme të ofrojnë emra dhe duke mos qenë të gatshme të votojnë emrat e propozuar nga lëvizja vetëvendosje, unë e kam ndronë që partitë opozitare mund të dalin edhe më keq se sa në zgjedhjet e kaluara. E qartë. Korab, nga ana tjetër, sa ndikojnë të gjitha këto kriza politike dhe sidomos kjo e fundit në ekonominë por dhe investimet në Kosovë? Shiko, në një shtet i cili brenda 12 muajve ose më shumë se 12 muajve nuk ka arritur të ketë institucione stabile, funksionim stabil, besoj që askush nuk është interesuar edhe të financoj. Në këtë rast edhe po flasim për fondet e BE-s, të cilat jo vetëm që do ta prekin Kosovën, por edhe gjithë Ballkanin, po me veçanti flas për Kosovën sepse unë po të isha pjesë e Bashkimit Evropian, nuk do ta kisha guximin të investoja në Republikën e Kosovës sepse një politik kaq e brisht e cila është kaq e luhatshme dhe nga dita në ditë kemi mundësinë të shkohet në zgjedhje, nuk është që mund të përdoren këto fonde për diçka tjetër. Ato nëse nuk ka bëj 60 milion të cilat dëshironte të financonte BE-ja, do t'i garantonin Kosovës 6 palë zgjedhje, sepse tek ne një palë zgjedhje kushtojnë afër 10 milion. Prandaj përse duhet t'i japin ato 60 milion kur ne nuk jemi stabil dhe konsistent në qëndrimet dhe udhëheqjen e vendit. Kush është duke përfituar më shumë nga kjo krizë politike, Visar? Më së shumti janë duke përfituar armiqt e përbetuar të Republikës së Kosovës. Nuk besoj që partitë politike kanë përfitim afat gjatë, ato mund të kenë përfitim afat shkurtër, afat shkurtër duke i marrë një grusht vota më shumë se sa zgjedhjet e kaluara, mirë po populli i Republikës së Kosovës e ka dëshmuar që ne mund të durojmë për 10, mund të durojmë për 20,
mund të durojmë edhe për 30 vite, por që në momentin e parë që vendosim të hakmerremi, politikanëve tanë i çojmë të shtëpia dhe nuk mendojmë fare. Kjo ndodhi në vitin 2021, kur pjesa dërmuese e qytetarëve të Republikës Kosovës, pra mbi 50% në atë periudhë vendosën që partitë opozitare tashmë të çojnë në opozit dhe mos t'i lejojnë të jenë pjesë e pushtetit, sepse në syrin e tyre ato nuk kishin bërë aq mjaftueshëm sa duhej dhe mund të kishin hapësirë. Prandaj përfitimet afatshkurtra nuk do t'ju ngelin në fyt në ditë të gjithë këtyre politikanëve të cilët e kanë fatin e mirë të jenë shërbëtorë të qytetarëve të tyre, sepse jo gjithkush ka mundësinë dhe fatin të jetë në pozitat të cilat janë ata, në vend se ti përdorin themi për mirë dhe tentojnë të shërbejnë ashtu siç duhet për qytetarët e tyre, ata këto pozicione i kthejnë në lojra politike dhe qytetari i Republikës së Kosovës, po flas sidomos për ne këtu, nuk harrojmë asnjëherë. Qartë. Visar, nga ana tjetër, në kohën kur Kosova është duke u përballur pra ashtu si thamë me një krizë të thellë të funksionimit institucional dhe me rrezikun real pra të shkuarjes në zgjedhje të parakohshme, ndërkohë Serbia nga ana tjetër po vazhdon fushatën e saj të intensifikuar lobuese ndërkombëtare duke e shfrytzuar disi këtë situatë për të goditur kredibilitetin dhe kapacitetin e shtetformimit të vetë Kosovës. Mendon se po e përdor Serbia të gjithë krizën në Kosovë si një armë diplomatike për të minuar shtetësinë e saj dhe nga ana tjetër sa e dëmton e gjithë kjo situatë kredibilitetin ndërkombëtar të Kosovës, sigurisht në sytë e partnerëve perëndimor. Po nis me këtë fundit, definitivisht kredibiliteti shtetëror normalisht nuk është i njëjtë kur ti ke 4-5 zgjedhje brenda një viti dhe nuk arrin të kesh një konsensus të brendshëm politik. Edhe shtetet ndërkombëtare do të thojnë se çfarë drejçin kanë këta, çfarë drejçin do të bëjmë me këta njerëz ne. Si duhet të merremi vesh me këta njerëz kur i përzinin durët politikanët ndërkombëtar, posaçërisht ambasadorët, ne i kritikonim pse po i përzin durët, sepse ne tashmë jemi shtet sovran. Sot kur ata i kanë çu durët në një farë forme prej neve dhe nuk merren fare me këtë pjesë, ne kërkojmë ndihmën e tyre, sepse vetë nuk jemi të gatshëm të zgjedhim këto ngërçe kaq të vogla politike. Prandaj Serbia si një dhënë përdinake politike e pret me padurim këto lëvizje të gabueshme të Republikës Kosovës, edhe në aspektin ushtarak të tentoj ta themi friksoj Republikën e Kosovës, po edhe në aspektin diplomatik të dalë e të kërkoj çnjohjen e Republikës Kosovës, sepse këta njerëz shumë qartë, këta njerëz nuk janë të gatshëm të bashkëbisedojnë mes veten e lere mo të ndihmojnë dikujt tjetër. Po fati unë i madh, kam thënë edhe një herë këtu tek ju, fati unë i madh është që ne kemi Amerikën si mburojë të jashtme, por edhe të brendshme, dhe në situata që themi kalojnë në të jashtëzakonshme në saj, besoj që patjetër do të kemi edhe ndërhyrjen e Amerikës dhe ajo patjetër që pastaj do të zgjedh komplet këto situata. Nga ana tjetër, falë edhe këtë pjesë nuk kemi mas ne as të drejtën e as guximin të themi pse po na vinë kryeministrat, kryeparlamentar, president dhe ministrat në zarfa. Qartë. Visar, nga ana tjetër, e gjithë kjo situatë dhe kjo krizë politike tashmë në Kosovë, sa e rrezikon rrugën euroatlantike të Kosovës? Patjetër që ne do të ngecim, nuk do të jetë e njëjtë. Nuk është e njëjtë Republika e Kosovës me një shtet tjetër i cili vazhdon të përmbush kriteret. Duke mos pas qeveri stabile, ti nuk ke as mundësi të përmbushësh kriteret. Po flas tu për luftën kundër korrupsionit, nepotizmin, zhvillimin ekonomik, punësimin e tjerë, pra që janë kushtet bazë për themi mu antarësu në Bashkimin Evropian ose në edhe organizatat e tjera. Prandaj çdo minutë i humbur me mos formimin e institucioneve
është një periudhë e gjatë e humbur në raport me Bashkimin Evropian, sepse historikisht ne si shqiptarët nuk i kemi marrë gjërat asnjëherë fal. Na është dashur të derdhim shumë mund, sakrificë e gjak, ndoshta për të marrë një pjesë të vogël të asaj shumicës që na takon, duke marrë parasysh historinë dhe periudhat dhe situatën në të cilën ndodhemi, është vërtet e turpshme gjithë kjo që po ndodh në skenën politike kosovare. Qartë. Nga ana tjetër, Visar, e gjithë kjo kriza mund të krijojë një vakum ndoshta që do të dobësojë edhe pozicionin e Kosovës në dialogun që ka me Serbinë? Nuk besoj që mund të ndikojë drejt për drejt në dialog, sepse aty bëhet fjalë për dy shtete të cilat e njohin goxha mirë njëra tjetrën. Ky vakum politik mund të kadalsoj themi tema të tjera të cilat janë të rëndësishme të përfundojnë për shkak të dialogut, sepse përfundimi i dialogut me Serbinë do të thotë automatikisht edhe besoj një marrëveshje përmbyllse që ndoshta në aspektin diplomatik do t'i bënte shumë mirë Kosovës se sa Serbisë. Mirë po duke pa që nuk kemi themi institucione dhe njerëz kredibil t'i dërgojmë në delegacion ose në takime, ne vazhdojmë të qëndrojmë këtu brenda duke luftuar me shpatë me njëri tjetrin. Qartë. Mirë, Visar, ndërkaq për ta mbyllur, mendon se ka ende një hapësirë për një marrëveshje të shpejtë apo nga ana tjetër skenari i zgjedhjeve është i pashmangshëm le të themi dhe kush do të mbajë përgjegjësinë kryesore për gjithë këtë krizë që është shkaktuar? Shiko, unë e kam thënë dhe vazhdoj të qëndroj stoik atij mendimit tim që ne jemi në këtë situatë për shkak të zotit Kurti, Osmani dhe Abdigjiku. Ky trinomi Kurti, Osmani, Abdigjiku, duke dashur që ta dëmtojnë sa më shumë PDK-n dhe një farë forme aleancën për armërinë e Kosovës ta lënë jashtë parlamentit të Republikës Kosovës dhe të forcohen këto, për shkak që LDK-ja i ka momentalisht vetëm 15 deputet dhe një pjesë e tyre janë kategorikisht kundër një votimi ose qëndrimi sallë për një president, dhe duke mos arriti bind këta, LDK-ja patjetër që duhet ta rres numrin e deputetëve të saj në parlamentin e Republikës Kosovës në mënyrë që nesër pas zgjedhjeve ky trinomi që përbëhet nga Kurti, Abdigjiku dhe Osmani t'i dajnë edhe pazaret e tyre, pra pozicionet e tyre dhe pazaret politike. Kjo do të thotë, sipas këndvështrimit tim, ne do të kemi një koalicion mes Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-s pas zgjedhjeve, ku zonja Osmani përsëri mund të ketë rolin e saj si të presidentes, zoti Kurti kryeministrin dhe zoti Abdigjiku ndoshta mund të jetë kryeparlamentar ose edhe ministër i jashtëm dhe zëvendës kryeministër. Pra, duke marrë parasysh ofertën të cilën zoti Kurti ja bëri në zotit Abdigjiku dhe ky i fundit e refuzoi, dhe duke marrë parasysh disponimin qytetar momentalisht, unë e shoh që PDK-ja do të jetë jashtë lojës në këtë situatë dhe këto dy partitë të parafrohen në krye me këta trendivit dhe pastaj do t'i ndajnë pazaret e tyre politike. Dhe ne do të kemi pastaj ndoshta do zoti dhe institucionet për një periudhë 4 dhe 5 vjeçare, ashtu siç e thotë edhe ligji. E qartë. Mirë, Visar, kemi arritur në fund, falenderoj për çdo informacion. Ishte kënaqësi. Kënaqësia është imja, faleminderit shumë. Mirë, shikues nderuar, kemi arritur në fund të këtij emisioni për ditën e sotme. Bashkë jemi sërish nesër, deri atëherë, mirupafshim.